Partia Demokratike dhe Partia Socialiste kanë bashkuar votat në kuvend për ngritjen e 2 komisioneve të posaçme për zgjedhorjen e territoriale. Me 113 vota pro, mazhoranca dhe opozita kanë miratuar projekt vendimin për ngritjen e komisionit të posaçëm parlamentar për reformën zgjedhore dhe me 115 vota pro, projekt vendimin për ngritjen e komisionit të posaçëm për reformën territoriale. Për ngritjen e këtyre komisioneve kanë votuar kundër 3 deputet. Komisioni i posaçëm ngrihet mbi bazën e barazisë pozit-opozit. Në përbërje të tij do të jenë 16 anëtar, nga të cilët 7 anëtar janë përfaqësues të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, 7 anëtar janë përfaqësues nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, grupi parlamentar i Aleancës për Ndryshim dhe grupi parlamentar i Partisë së Lirisë dhe 2 anëtar nga partitë që kanë fituar të paktën 2 mandate për zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025. Emrat e anëtarëve të komisionit përcaktohen me vendim të kuvendit. Pika e 4, komisioni drejtohet nga 2 bashkëkryetar, 1 nga Partia Socialiste dhe 1 nga Partia Demokratike. 113 vota pro, 0 abstenime, 3 vota kundër, të pranishëm që nuk kanë votuar 24. Projekt vendimi miratohet. Komisioni i posaçëm përbëhet nga 16 anëtar, nga të cilët 8 janë përfaqësues të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, 6 përfaqësues të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, 1 përfaqësues i grupit parlamentar Aleanca për Ndryshim dhe 1 përfaqësues i grupit parlamentar të Partisë së Lirisë. Emrat e anëtarëve të komisionit do të përcaktohen me vendim të kuvendit. Pika e 4, komisioni drejtohet nga 2 bashkëkryetar, 1 nga Partia Socialiste dhe 1 nga Partia Demokratike. Pika e 5, komisioni i posaçëm do të zhvillojë veprimtarinë e tij në një afat kohor 9 mujor nga data e miratimit të këtij vendimi. 115 vota pro, 0 abstenime, 3 vota kundër, projekt vendimi miratohet. Projekt vendimi sqaron se vendimet e Komisionit të Reformës Zgjedhore do të miratohen me shumicën e votave të anëtarëve dhe konsensusin e bashkëkryetarëve. Pjesë e tryezës së diskutimeve do të jenë 16 anëtarë, nga të cilët 7 do t'i përkasin Partisë Socialiste dhe 7 grupit parlamentar të Partisë Demokratike. 2 anëtarë do të jenë nga partitë të cilat në zgjedhjet e 11 majit kanë fituar të paktën 2 mandate, përkatësisht Partia Social-Demokrate dhe Partia Mundësia. Ndryshe do të jetë përbërja në Komisionin e posaçëm të Reformës Territoriale, përbërja e së cilit do të jetë me 16 anëtar, por me ndarje ndryshe. Partia Socialiste do të përbëhet nga 8 deputet dhe 6 përfaqësues do të ketë Partia Demokratike. Ndryshe nga zgjedhorja, 1 përfaqësues do të jetë i grupit parlamentar Aleanca për Ndryshim dhe 1 përfaqësues i grupit parlamentar të Partisë së Lirisë. Edhe drejtimi do të jetë ndryshe, ku kryetari i komisionit është përfaqësues i shumicës parlamentare dhe zëvendës kryetari është përfaqësues i pakicës parlamentare.